duhet t'i kontrolloj, kam mundësi t'i kem në kontroll, por ama nuk po ja dal dot. Këtu më ka ankthi, nuk po ja dal dot për një arsye ose po më merr shumë kohë. Se pastaj për gjëra që si kam kontroll fare, kam të fjetur mendjen, bëhem shumë stoike. Bëhem shumë stoike. Mini panik, një gjë e tillë. Po jo panik, mor. Kartoni verdh kush merr ujë dhe lën gjysmë. Edhe lën çerek. U bë. Po pastaj në qoftë se e lem? Kartoni verdh. Po pastaj në qoftë se e lem prap? 2 të verdh bën 1 të kuq. Kuq. Vllai madh ti? Asina preke. A bash? Mandosh t'i japësh drejtim ujë. Në fakt me thon drejto vllai madh, jo, se komi vllai. Me thon drejto. Bravo. Po vllai madh në shtëpinë tënde, jo në shtëpinë tonë këtu. Pije ujë deri në fund se të bën mirë. Çka lidhje ka, je vllai madh, se vllai madh, mirë. Jo panik, do t'i bëj të vllai madh. Dgjoj. Atak, paniku. Angela, po ty të ka panik? Je shumë lart, ka vetëm je shumë lart. Po shkoj lart, do të më Po normal, prandaj jeni kundërshtarit e miu, se jam lart. Po. Je lart, je nul. Para në një gjë shumë madhe, para në një event shumë të madh. Po. Pa e zjarë, pastaj mos kene cigare. as shenja me vogël as lloj Çfarë gjë. janë shenjat e ankthit? Çfarë nda? Nuk e kam përjetuar në jetë. Të duket sikur merr dot Të frym, kafën e pi mosh me. rri E unë. ke përjetuar, Angela? Po e ka përjetuar një Gati në gjithë që të vishë e merë një gjë shumë s'ka smundesh. po. Bruda, do të gjithë banat. Ose te cepi ku bëjmë mbledhje më atje. Jo, këto bëjmë mbledhje natyralisht. E babit, po në një periudhë shumë të gjatë në fakt. Edhe s'jam djerë mirë me veten, po kështu jo në lidhje me këtë pjesën e frymarrjes, domethënë. Po, që e vogël, pastaj me pjesën e pianos, për shembull, në çdo konkurs që kishim, të djersiten emocione, të djersiten duart e kështu, po jo, po e di. Po Ato janë jo, tjetër gjë. nuk e... Ato janë tjetër gjë. Janë tjetër gjë, po, janë emocione kështu. Unë për shembull, ka pas shumë situatë shumë anksioze, kam pas unë post-tërmeti. Po, më janë shfaq kështu palpitacione shumë të shpejta, domethënë shumë të shpeshta. Më ke parasysh kur ndodh ndonjëherë që duket sikur zemra skip një raje dhe të jep një goditje shumë të fortë. Këtu, ato janë palpitacione. Edhe e pata kështu post-tërmeti, domethënë. Kjo aty jam bë. Po. Sepse unë vajta mbulova, domethënë tërmeti ra në 4 pençere. Po. Në orën 4 unë isha veshur, kisha marrë makinën, isha te puna gati për të raportuar. Shkoj direkt në Durrës, atë zonë Lan, edhe shifje këto operacionet e shpëtimit, si nxirnin trupat e gjitha, po aty je shumë i ftohtë. Në atë moment, Po, se të detyron vetëm puna që të përmblidhesh. Edhe 3 ditë, 4 ditë rresh. Pastaj në momentin, ditën e parë që s'kishim më punë, bëje pushim sot, se e lodhër e gjithçka, aty pastaj fillonin këto flashback-ët e gjitha. Kur relaksohesh, mundësisht kur shtrihesh natën dhe domethënë je të çliruar nga gjitha ajo situata, aty të bi. Si e keni përjetuar ju, ku ju ka kapur, ku... Sa po i tha? Shtëpi. Për tërmeti më thotë tash të përrejnë. Unë në shtëpi, edhe unë në shtëpi. Në shtëpi, isha këtu, edhe e ndjeva domethënë që ishte një gjë e madhe. Unë madje te i shtatorit u tremba më shumë se sa tek i nëntorit. Nga që ishte pak më papritur, ta isha në gjumë. E mushe me qumë është isha në gjumë, u tremba më shumë, ishte më i fortë ai. Kurse ky zjati më shumë. Era e parë që na shpuntaj shumë. shumë. Po fare. Po sheqer? Po. E marrën në sajt shumë. S'më pëlqen shihen. Edhe sot ishe gati duke rënë nga krevati. Flej gjithmonë në cep apo si e ke punën? Nuk e di, ndoshta bie gjithmonë nga krevati. Kush të rri nga krevati? Për tërmetin po thot. Për tërmetin, thashë për tërmetin. Sot jo. Po ishte gati duke rënë. Kur u zgjavon në mëngjes ishte te cepi faranësh. Po, botaniet kishte rënë. Të vejmë valigjet tona aty që për çdo rast. Duhet të kishte zgjedhur një dopje për vete. Po mirë, se dopja zakonisht zihet. Give me a cigarette. Thank you very much. Është problem. E gerit, po. E di çfarë më thënë. Të funksionosh me 1 orë. Se e ke trurin shumë ngarkuar. Hello Tommy. You are the Filtron one. dot mendimet, nuk filtron dot emocionet. Ti e ke përjetuar ankth? Shumë i rëndë. Si dole pastaj nga gjendja? Pash një ëndër.
Për një ëndër. Po. Pas Në ëndrën e interesante. këto të mëngjesit. Si? Në këto ëndrat e mëngjesit. Po, Që kanë praktikisht shumë vivide, po. po. Madje unë të shihemi Bëra ngustin gaboshin, shumë okej, më Na liroj që Ditë me diell, totalisht. me njëherë pas ëndër. kontroversë. Edhe ever since U Edhe fik. unë, me shoqën time. Ishte kështu sikur të shtëpi e Chelsea. Shumë interesante. më Cila ndihmojnë ishte këto. ëndrë që më falë që më të me Që të kanë shkofisem ardhur dhe Apo s'pëlqej? Provova pak. Ëndër ngrohtë, ëndër dielli, ëndër ndjesie Ajo të bërë të pozitive. njëshaja? Po. A pa shamba? U po them automatikisht. Pra ideja është nëse kisha një javë atë gjën, filloi që po më përkeqësoj gradualisht derisa për shembull tënën isha keq, por kur shkoja në punë e fikja. Të premten nuk e fikja dot as në punë, isha gati Nuk të mendon ftuarit ti- në studio të qaja. Në vërtet, Gati. nuk mendon që çdo gjë për ti të tretmendjes dhe ti e stimulon më shumë atë ankthën kur të kap, domethënë ti thua kam ank, ja fut vetes më shumë këto mendime që kanë dhe ti nuk largohesh dot nga ajo. Jo, Ndërkohë vetëm me gjëra mund unë e të pranova nxjerrësh si atë. proces, e pranova që do ndoste. E kupton, po dhe bëhen trajt. Dhe e dija që ishte kalimtar. Është ai syri fshet. Si? Çdo çdo çë një zorë mund të ta Okej.